jap me spirometicilin për shembull, domethënë në cilën fazë nuk ndërpritet, për shembull. Këtë varet prej nivelit se çush është. Tashti, e kemi për shembull një paciente si e përmeni doktoresha Lule, e cila është me infekcion akut me toksoplazmën. Tashti për medici që ky parazit a ka kalu te foshnja jo, i bojna edhe analizat e ujit amnial. Për shembull, domethënë i marrëm aty edhe shohim direkt aty. Po edhe kjo nëse tash mbasisht me situatë se çush është, mundem edhe direkt përmes gjakut bebit, domethënë përmes kordonit me ultrazot, gjatë kontrollimit me ultrazot, shkojnë domethënë menexhin pon, edhe marrëm direkt domethënë gjakun e fetusit, domethënë edhe bëjnë analizat. Mbasisht prej gjendjes së çush, mbasisht prej antitrupave, mbasisht prej gjendjes klinike së çush, domethënë nuk është gjithmonë po ndashtë varet se çfarë. Po gjithmonë po varet çfarë stadi ka qenë dhe si e ka pa, sepse pastaj më nuk kisha informacione. Pacientja ka vazhdu me mjekun e vetë, sepse idealja do ishte kurimit e pjesave që përmeni amniocentezën, doktoresha, edhe examinimin e lëngut amniotik, që ajo do jepte një farë mënyre kur punohet në PCR ose real-time PCR, do me thënë do jepte diagnozën e sakt, se a është i prekur fetusi apo jo, qoftë edhe nga kordoni umbilikal ose po te amniocenteza kryesisht, por është friksuese për femrat gratë shtatzën kur përmenet amniocenteza. Zakonisht do me thënë nuk shqetësohen. Po, shqetësohen, por ajo do ishte idealja që nga në lëngun amniotik të mirët mostra edhe të testohen në real-time PCR.